Nisim me njëherë me Meri Gjinin. Mirëmëngjes. Sa të bukur jeni sot. Faleminderit shumë, edhe ti duke shumë bukur. Faleminderit, por unë kam hënë me mbisadurën, kështu që unë edhe të gjithë njerëzit na krijon një ndjesi pak të trisht, pak si një situatë jo shumë stabil në pjesën emocionale, por jo gjëra me zarar, kështu që ka të bëj vetëm me emocionin. Dhe arrin maksimumin sonte në darkët, por nga nesër do të kemi kalimin e hënës të dashje, kështu që do të kemi një qiell më të pastër, energji më të mirë, humor më të mirë dhe plus asaj kemi edhe një hyrje shumë të bukur të Venusit në trekëndësh me Marsin, Dash Luan, që do të thotë fillon një 3 ditësh që veç pasioni nuk do të mungoj, por në këtë rast në pjesën më të bukur të gjës, se ka të bëj me erosin, me flirtin, me njohje sociale, me komunikimin, lirshmërinë se si futemi në raporte me njerëzit, pa pasur tabu ose pa pasur atë ngërgjin ose të frikat që mund të mbarti çdo njeri. Pra kemi të bëjmë me një periudhë në të cilën gradualisht jemi shumë afër momentit të mbylljes së ciklit të Saturnit, të kalimit të nisjes së një hëne të re, te binjakët, gjë që do të thotë dhe shumë pak ditë na ndajnë nga atmosfera verore në kuptimin e drejt për drejt. Ajo që duhet pasur parasysh, edhe sot në darket, më mirë që ngarkesat emocionale t'i mbajmë për vete, pra të kërkojmë pak hapësirë, të kërkojmë pak atë privatësinë tonë dhe jo t'ja u trazojmë Terezin njerëzve që duan fort, por gjithashtu edhe në fundin e javës, duke qenë që eksaktësisht ditën e shtunë dhe ditën e tjelë, pavarësisht pasioneve të mëdhaja, do të duhet që të vazhdojmë të jemi pak akoma larg sporteve ekstreme, duke qenë që kemi dhe bashkimin e Mërkurit mbi Uran, që janë dy hyrje shumë të forta që nxitin lëvizjen, nxisin energjinë, kështu që dy planet, pavarësisht të dimensioneve të ndryshme, janë të dy në shërbim të lëvizjes, të ndryshimit, të spontanes dhe të papriturës, do të ishte mirë që edhe këtë fundjavë të qëndrojmë larg sporteve ekstreme, se gjërat do të rregullohen jashtëzakonisht shumë në vazhdimsi, nisur që nga e diela në darkë në të gdhirë të ditës së hënë. Konkretisht për shenjën e dashit kemi duhet organizim, i duhet organizim në lëvizje për sa i përket çështjeve të punës, sepse është duke u përgatitur ndoshta për muajin më të rëndësishëm të 2025-ës. Kjo ka të bëjë me pjesën e mënyrës se si do ta projektoj pjesën profesionale të vet, si do projektoj statusin, si do projektoj agjendën ose strategjinë në të cilën do të mbështetet profesionalisht. Është një moment që shpërblen realisht ata që janë më të kontrolluarit dhe më pak spontan nga shenja e dashit, por duke qenë që Venusi është eksaktësisht tek ata dhe është në qendër, ndihmohen të gjithë të lindurit në këtë shenjë, e para për të korrigjuar çështjet që përkasin emocionit, për të njoftur raporte të reja për ata që janë në kërkim dhe për të jetuar bukur pasionin për ata që janë të dashuruar. Vim tek demat, të cilët kanë një 4 ditësh që e kanë shumë të mirë për të organizuar çështje që përkasin ekonomisë dhe lekut të tyre. Konkretisht, do të duhet edhe për pjesën e demave, do të duhet që të mendojnë çfarë forme kanë për të ndihmuar veten në rrugtimin apo në ndryshimin apo në degëzimet profesionale që për pjesën më të madhe të lindërve në këtë shenjë ka treguar pranin ndryshimi ose është në mendjen e tyre ose ka nisur hapat e para dhe për të lindurit në fund janë shumë afër ndryshimit, kështu që të marrin masat ekonomikisht që të mund të fitojnë kohë që në fazën e parë të ndryshimit të shmangin pasiguritë ekonomike, të cilat kanë qenë dhe faktori kryesor i lodhjes një kohë shumë të gjatë. Në fakt, po të mendosh që ka nisur ky stresi i ngarkesave në varësi të gradëve të diellit të tyre, të datës së lindjes së tyre konkretisht në Shqip, ka nisur që në fundin e pranverës së 2018-s, kështu që janë shumë afër mbylljes së një faze për të nisur një fazë të re. Kalojmë te binjakët, të cilët edhe pse, edhe Venusi, edhe Marsi janë në një hyrje shumë pozitive me binjakët, por nuk duhet kanalizuar energjia të çështjet personale dhe emocionale, edhe pse vështirë se mungojnë, por të duhet të kanalizohet energjia në zgjerim social, në lobime sociale, në takime me njerëz që i besojnë dhe që janë të besueshëm për të diskutuar tematika që përkasin projektimit të asaj çfarë kanë në mendje praktikisht. Një punë e re, një investim i ri, një lëvizje të re apo një blerje të rëndësishme për ta. Kjo periudhë për binjakët do të rezultojë realisht shumë e rëndësishme për hapa të mëdhaja të guximshme.
dhe që të tregojnë të guximshëm mjaftueshëm, do të duhet realisht të kenë mbështetjen, suportin e njerëzve që besojnë apo që duan. Kalojmë te gaforia, të cilët të duket sikur në këtë periudhë kanë tendencën për të marrë situatën në kontroll. Pra duan të dinë ku janë, duan të dinë ku po shkojnë. Nuk është, raportet personale janë më pak më stabil sepse janë hyrje katërkëndore me Venusin, por ka një lloj stabiliteti në çështjet e tyre personale, por duan rikonfirmim ose ripërcaktim ose mënyrën se si funksionohet ose të rregullave të bashkëpunimit. Kështu që ka një tendencë e tillë për që do të vazhdojë deri ditën e shtunë. Ndërsa e shtuna dhe e diela në pasditët të shtunës do të ishte mirë që t'ia dedikojnë vetes, çlodhjes, sepse i pret një periudhë jashtëzakonisht shumë intensive në vazhdimsi. Pra të kursejnë pak energji për të marrë masat për më pas. Kalojmë tek luanët, të cilët të duket sikur kjo periudhë i bën që si mban vendi. Nga njëra anë me zhvillime shumë të mira për sa i përket çështjeve praktike të tyre, nga ana tjetër duket sikur nuk rrin dot në ujërat e qetë. Marsi është tek ata. Prioritet ngelet profesioni, karriera apo mënyra se si do të zhvillojnë emrin e tyre apo statusin e tyre profesional. Nga ana tjetër, një hyrje shumë e fortë pozitive me Venusin, gjë që i bën që edhe nëse nuk kanë në plan të nxjerrin pasionin në drejtim të emocionit, që nuk do të mungojnë në fakt, sidomos ata që janë në kërkim të partneres së vet, duket sikur kjo fundjavë i favorizon shumë këto njohjet e reja. Kam bindjen që luanët pjesën më të madhe të pasionit do ta kanalizojnë në diskutime me tonacione të forta, ta bëjnë sot edhe nesër, por të shtunën do ta mendoja 2 herë nëse do isha luan. Kalojmë tek Virgjëreshat, të cilët hyrje në fakt. Ky Mars me këtë Venus zgjidh ose përmirëson çështjet të ekonomisë. Se çfarë unë them, do ta shohin për te 4 ditësit, sepse kjo periudhë dhe kjo vendosje favorizon shumë ose përmirësim, ose guxim, ose ndonjë kredi, ose ndonjë bashkëveprim që do të zgjerojë ekonominë. Ndërsa për sa i përket humorit, me hënën përballë sot duket sikur kanë nevojë për të qenë qetë, por nesër detyrimisht do merren me çështje shumë të rëndësishme, të rëndësisë që e duan për gjatë në jetën e tyre, që zakonisht kjo lidhet me Virgjëreshën në çështje që përkasin ose shtëpisë ose profesionit të tyre. Ikim tek Peshuria. Hyrje shumë e bukur, Venusi përballë, Marsi në hyrje shumë të fortë pozitive trekëndore me diellin e tyre, do të duhet të vendosin agjend çfarë kanë të rëndësishme që kërkon zgjidhje të shpejtë. Pra çfarë kanë të rëndësishme që kërkon një po të shpejtë. Do të ishte mirë që të diskutohet eksaktësisht nisur që nga mëngjesi i ditës së nesërme. Ndërsa për sa i përket benefitit, janë zhvillime që e kam thënë që në fillim të muajit që do të duhet vëmendja të kanalizohet në çështje që përkasin dokumentave në shërbim të sigurisë ekonomike, që mund të jetë një pronësi, mund të jetë një trashëgimi, mund të jetë një lëvizje bankare, mund të jetë lëvizje të kësaj natyre. Pra çfarë mund të zgjidhni për të pasur sigurinë ekonomike, do të ishte mirë të vendoset në agjendë nisur që në ditën e sotme, që në paraditën e ditës së sotme. Kalojmë tek Akrepat, Mërkuru ran ball për ball për të lindurit në fund të shenjës, do të rekomandoja që jo sqarime diskutime për të shtunën dhe për të dielën. Nga e hëna do të kenë kohë plot të sqarojnë, të sheshojnë dhe të marrin dhe benefitit periudhës në vimësi. Ndërsa për sa i përket ditës së sotme, me hënën tek Peshqit është i favorshëm, por duket sikur kanë një tendencë për të qenë dominues. Dominimin do ta kenë shumë të thjeshtë sot, por nesër do të duhet jo për inerci të vazhdojnë atë ritmin e ditës së sotme apo tematikat e ditës së sotme apo mënyrën se si do pozicionohen sot edhe nesër, do të duhet të jenë pak më të mbledhur, sepse ky Mars te luanët nuk është se të toleron shumë. Kështu që si dihet nga njerëzit në ambientet e shtëpisë apo të punës se kush mund të dalë ndryshe nga pritshmëritë tuaja. Kështu që ruani tolerancën e zërit që e keni shumë të thjeshtë për të arritur. Pra nëse do një akrep të jetë i ëmbël, të jetë i dashur, të jetë bashkëveprues, e gjen formën në çfarëdo lloj situate që të jetë. Kalojmë tek shigjetarët. Hyrje shumë pozitive, favorizon çështjet personale, çështjet familjare, çështjet të dashurisë, çështjet së pasardhësve, çështjet të zgjerimit. Pra çfarë ka të bëjë me dashurinë dhe derivatet e dashurisë kanë momentin e vet, do të vazhdojnë që të jenë ndihmës për shigjetarët deri në datën 2 të qershorit. Ndërsa për sa i përket lëvizjeve, duhet të vazhdojnë të jenë akoma në të kujdesshëm në lëvizjet e tyre, sepse akoma është dhe shumë pak akoma prezent pjesa e faktorit të papriturës. Kështu që për të pasur ata agjendën në ritmin si ata e duan, pa kufizime dhe pa mose nga askush,
do të duhet të presin të hënën. Kalojmë te Bricjapi, të cilët për sa i përket periudhës në të cilën ndodhen, ajo që është e rëndësishme është që në mendjen e tyre kanë shumë të qartë ku dhe se si do t'i çojnë gjërat e veta. Kam bindjen që pjesa më e madhe është duke projektuar fillim të ri profesional dhe mirë do bëjnë në fakt, sepse ndoshta fillon periudha më e mirë për Bricjapin, të paktën për 5 vjeçarin e fundit. Kështu që çfarë kanë në mendje, çfarë planesh kanë bërë, çfarë diskutimesh do bëjnë nisur nga dita e sotme dhe në vazhdimsi, pavarësisht se do dominoj më shumë se 80% të mendimit të tyre, është për shumë për mirë dhe mirë do bëjnë që të shtrojnë dhe strategjinë. Ndërsa për sa i përket emocioneve është më tepër shtëpia, në fakt se sa emocionet e ngjyrave të forta të Erosit. Kalojmë tek ujorët, për sa i përket të vendosjes kryesore, është zgjidhja e çështjeve emocionale, si për ata që janë në kërkim të dashurisë, si ata që kanë problematika në lidhje me dashurinë, si ata që kërkojnë mirëkuptimin apo sqarimin, me Marsin përballë dhe një dhe Venusin tek Dashi favorizojnë shumë dhe lehtësisht do të thosha për të marrë atë çfarë doni. Kështu që këtë 4 ditësh dedikojani dashurisë dhe vetëm dashurisë. Kalojmë dhe tek Peshqit, të cilët me hënën mbi Saturn eksaktësisht në gradë të barabarta sonte, do të duhet nga nesër që t'i gëzohen shumë, sepse fillon një periudhë në të cilën të paktën problematikat që kanë të bëjnë me çështje që përkasin fizikut të tyre që s'kanë qenë të pakta, as gricit e vogla, as gricit e mëdhaja, dhe gjithashtu dhe çështje që përkasin ekonomisë, duket sikur do të vendosen në një vijë pak më të drejtë. E mira do të ishte që do ta bëjë edhe vetë nga dreka e ditës së sotme dhe nesër do duket sikur do zhdukem nga të gjithë. Pra e mira do të ishte të vendosin argjend pauzë. Kanë nevojë realisht për të marrë veten e vet më të mira, për të fituar energji, sepse Saturni tek Peshqit ndoshta është shenja në të cilën jep dhe ndikimin më të fortë të mundshëm, dhe jo vetëm tek Peshqit, por në shumë shenja, sepse kanë paguar jo lehtësisht binjakët, Virgjëresha dhe Peshqit. Pra, janë 3 shenja në të cilën kanë kaluar siklete jo të vogla në këtë 2 vjeçar. Okej, Erit falenderojmë shumë për gjithë momentin për shenja se çfarë do ndodhi sot dhe në ditët në vijim. Unë mund të flas me orë të tëra, po nuk mundem, po sepse është periudhë shumë e rëndësishme, domethënë kemi kalime shumë të rëndësishme. Po do përpiqem të marr pak më kohë për të thënë. Ka qenë një periudhë kur ne nuk kemi përgjigjur shumë publikut, kështu që sot gjithkohon që na ka mbetur vetëm me pyetje përgjigje. Kemi një përshëndetje nga një shikues i rregullt. Pyetja lidhet në fakt me një provim që ka për të bërë më datë 20 qershor, na ka dhënë datën e lindjes 8/12 i 1986. Ora e lindjes 17:30 në Elbasan. 8/12 86, ora e lindjes 17:30 në Elbasan dhe provimin e ka më datë 20 qershor në Itali. Dhe pyetja lidhet vetëm me këtë provim, nuk ka një pyetje të dytë, si vetëm një minutë kemi patjetër. Unë pyetjen e radhës e kam me dashurinë. Me dashurinë me 2 shenja, me një përcaktim të vogël, jo të gjithë informacionit siç edhe ne duam ta kemi, por ndihmues mjaftueshëm sa për të patur një përgjigje, një koment nga Mergjini. Ku shkojmë tek ty? Në 2 pyetje e radhës do ikim në Tiranë, qëndrojmë në kryeqytet, dhe do ikim edhe në Prishtinë, në kryeqytetin tjetër tonin, sepse kemi 2 pyetje që janë 2 natyra të ndryshme. Njëri është djalë, Alma dhe pyet për dashurinë, se nuk po mesën fare, skëterre kam. Janë pyetjet e mia të preferuara, se nuk po ecëm me dashurinë. Unë uroj të ecë shumë mirë me dashurinë. Po kur vin nga djemt. Kur djem pyesim për dashurinë. Dhe unë e vlerësoj. Dhe nga tjetër kemi një pyetje që na vjen nga Prishtina për situatën ekonomiko-financiare, sepse as kjo nuk po i ecën, por marrim kohën që na duhet. Të shohim provimin e djalit nga Elbasani. E zavrojmë të gjitha pyetjet. Ha, Ela, si do dalësh në atë provim? Provim më datë 20 qershor. Ka kohë në fakt edhe për të mësuar goxha? Me të drejtë në fakt, sepse ka pasur një vit me tendenca jashtëzakonisht shumë të vështira vitin që kaloi, por datën e provimit do të duhet jetë i bindur që ndihmesa e universit do të jetë në maksimum. Kështu që ka një planet fati në një hyrje shumë të bukur dhe ka në gradë të barabarta me çështje që përkasin formimin dhe profesionit dhe në fakt do të ketë zhvillime edhe në çështje profesionale në vazhdimsi. Pra, datën e provimit do të ndjej që ndihmesa e fatit do ta ketë në maksimum. Bukur, ikim tek pyetja e këtij djalit. Po jetën dashuria. Jam i djalë nga Tirana. Ditëlindja ime është 17 shtator 1993.
17 shtator, 93, ora 4 e mëngjesit. Desha të pyes Merin, në dashuri nuk po më ecën fare, aman thot, kur do gjej njeriu në zemrës. Shiko, djali mund të thotë pse ata të dy po buzëqeshin për këtë pyetjen time, sepse dashuria do të buzëqesh përsëri. Unë mendoj që nuk duhet kërkuar, sepse ajo të gjen vetë. Sa më shumë ta kërkosh, aq më shumë largohet nga ti. Do vi një moment ku thjesht ti do surprizohesh edhe vetë, sepse do thuash, ç'më ndodhi kështu, sa bukur na qenë kjo ndjesia. Kështu që jo se ne jemi konsulent dashurie. Nuk jemi. Por, kemi dëgjuar Mund t'jemi dashuruar ndonjëherë. Të bukura optimiste që u ka buzëqeshur dashuria. Për rëndësishme është jemi të dashuruar çdo ditë me jetën, me gjëra që kemi, me veten, me pasionet. Ky është koment jo astrologjik hyni, ta saktësojmë. Ta veçoj veten, jo astrologjik. Jo astrologjik, po është psikologjik i on. Është komenti psikologjik, astrologjiu na jep Merigjini për pak sekonda. Ja të shohim se çfarë mund të themi, çfarë shenje është? 17 shtatori bie Virgjëresh. Virgjëresh, detaist. Të shohim se çfarë. Mund të jetë një version tjetër që ndoshta ty s'të meritojnë. Mund t'jesh aq i mirë sa s'të meritojnë, e prandaj po has. Në fakt po, ka një pastërti dhe lirësi të brendshme, jashtëzakonisht shumë të fortë dhe të pastër, por nga ndonjëherë bëhet më imponuese edhe në emocione të forta, kështu që këtë ka kuptuar diku rreth moshës 24-25. Ndërkohë që momenti në të cilën do të duhet të marrë shumë seriozisht analizën e vetes, sa vërtet është gati për të marrë përgjegjësinë e dashurisë me vete dhe për të qenë në bashkëpunëtar me dikë që do ta dojë fort, do të duhet të punojë pikërisht në këtë periudhë, thjesht për të kuptuar veten. Marsin, në këto momente që flasim, është tek Luano dhe është në hyrje të fortë dhe pozitive mbi Venusin e tij. Kështu që fundi majit do t'i japi një shije të fundi majit, si vjet do t'i japi një shije të vogël, thjesht sa për të marrë një përgjigje se sa e kërkon atë gjë dhe se sa i aftë është për të qenë vërtet i dashuruar dhe jo thjesht që të pëlqejë dhe të jetë në qendër të vëmendjes. Për sa i përket vendosjeve të rëndësishme deri në fundin e vitit që vjen, pavarësisht se do të është bashkëpunëtar kjo nevoja e emocioneve të forta, por aq sa të duhet në fakt. Për lëvizje të mëdha dhe për vendosje të mëdha do të ketë shumë të rëndësishëm 7 marsin e 2027-s deri në fundin e 2028-s, kur në atë periudhë do të ndihet totalisht i plotësuar, pavarësisht se për çfarë, domethënë në shërbim të përgjigjeve që do të marri në këtë 2 vjeçar nga pyetjet që ka brenda vetes. Pra do të jetë i plot në përgjigjet e veta dhe i plotësuar dhe në çështje praktike dhe në çështje emocionale. Deri vitin që vjen, të gjej këtë përgjigjen se sa vërtet është gati. Okej, ikim tek dashuria sërish, bëhet fjalë për një ujor dhe një virgjëresh, bëhet fjalë për një pyetje që vjen nga ujori për virgjëreshën, kanë lindur të dy në 10 ditën e parë të shenjës, por nuk kemi të dhëna konkrete. Pra kemi të bëjmë me një pyetje përgjithësuese. Një ujor i lindur në 10 ditët e para, as vitin. Një ujor i lindur në 10 ditët e para të ujorëve, shenjës të ujorëve, edhe një virgjëresh po ashtu e lindur në 10 ditën e parë të shenjës. Tani janë 2 shenja që në hartën astrologjike me një shikim të parë thuhet që është vështirë të bashkëveprojnë, duke qenë që kemi të bëjmë me tokë dhe ajër. Por nëse përpiqen pak, shumë pak, të kapërcejnë vështirësitë e fazës së parë, duke qenë që janë në hyrje 6 këndore njëri me tjetrin, e kanë shumë të thjeshtë më pas për të pasur bashkëveprim afatgjat, por duhet durim, maturi dhe tolerancë 2-3 muajt e parë të njohjes së tyre. Mirë. Nëse kanë kaluar këtë 2-3 mujorsh, mbas është shenjë shumë e mirë. Nis me vështirësi, por mund të bitisi shumë mirë. Okej, e morëm edhe komentin. Ikim tek pyetja e radhës që lidhet me financat, me para, dhe kemi një ndjekëse nga Prishtina, në cila do di për situatën në muajt e ardhshëm. E ka shumë të rëndësishme, nuk pa me ecën fare. E lindur në Prishtinë 15 korrik 1985, pra kemi të bëjmë me një gafore. 15 korrik? Ora 21:40 minuta, pra 10 pa 20. Edhe njërë vitin? Pa tjetër, 1985. Ora 21:40, pra 10 pa 20, në Prishtinë. E shqetësojnë shumë parat, me të drejt, parat janë të rëndësishme në këtë periudhë.
të vitit. Në çdo periudhë të vitit janë të Sidomos në këtë periudhë të vitit, sepse njerëzit mundohen që gjithë atë lodhjen e vitit ta shprehnë përmes detoksit, ta nxjerrin përmes detoksit, dhe të bëjnë pushime dhe ka të drejtë kjo ndjekëse që pyet ore si do i kem punët me lekët. Kam të rëndësishme çdo periudhë të vitit. Patjetër. Se janë peshore. Patjetër. Jo parat, mirëqenien. Mirëqenien. Mendore si fillim, pastaj E cila vjen kështu a priori pa para. A priori pa para. Kush e tha këtë? Mirë. Presim një përgjigje nga Meri Gjini. Për t'ju bashkuar hallit të shikuesve tanë. Mirë, jemi që jemi. Se shtëpi pa hall s'ka. Marrim një konfirmim nga regjia në qoftë se do kemi mundësi të bëjmë më shumë pyetje sot, apo jemi në limite kohore? Jemi në limite kohore? Na tregon regjia për pak. Me sa duket po. Mirë. Ideja është që të zarojmë sa më shumë pyetje, kemi bërë goxha pauzë, domethënë nuk e di si mund na fal ai publik neve me gjithë to pauza që kemi bërë. Po më bëhet qefi që Po duhet fasojnë zgjedhjet. Përpara, po. Dal nga dal politikanë do na bëjnë pyetje në këtë rubrikë, sidomos ata që nuk morën një mandat. Peshore që s'morën Mos kemi mandat. ndonjë rregull. Krobi im profesional nuk i futi pak turit tek pas. Pra i futej çik turit, po thjesht për kuriozitetin tim për statistikisht se si. Dhe si të rezultoj? Në fakt kishin hyrje të vështira, se po më sjell në mendje një dy individ konkretisht tani që po më vinë në mendje. Kryeministrin dhe ish-kryeministrin besoj. Jo. Jo, ata i kisha parë përpara. Okej, mirë. Parashikimi të doli, Rama fitoi. E para punës për gocën, për pjesën e ekonomisë. Vdes kur më shmang, mua më argëton shumë. Po pret goca, kështu që ikim financat. në këto momente që flasim, dhe sidomos rreth nga data 27 e majit dhe deri në datën 9 të qershorit, ka mundësira shumë të mira për të bërë lëvizjet e duhura. Mund të jenë lëvizje për sa i përket një çështje profesionale, mund të jetë lëvizje për të kërkuar rritje në punën që bën, apo nëse ka biznesin e vet, do të ketë zhvillime të forta, por ajo që është e sigurt është që goca ka tendencën shumë të fortë për të bërë një lëvizje ekonomike nga data 27-28 e majit deri në datën 8 të qershorit. Gradualisht, pavarësisht se është gafore dhe planeti fatit do të jetë te gaforia, dimesën e këtij planet fati do ta ketë deri në datën 7-8 të korrikut. Pastaj do të duhet të menaxhoj mirë këtë sasi apo këtë përmirësim të kësaj kohe për t'i dhënë pak jetëgjatësi, dhe lëvizjet e forta pastaj ka vitin që vjen, duke qenë që planetin e fatit të saj do ta ketë mbi planetin e karrierës dhe të zhvillimit konkret mbi baza shumë të rëndësishme të ekonomisë së vet. Si vjet ka strukturimin e një çështje të rëndësishme që mund të jetë te biznesi, mund të jetë te puna, mund të jetë ndërton themelet për të ditur se ku do mbështetet zhvillimi i përshpejtuar i vitit që vjen. Por duke shfrytzuar shumë mirë këtë periudhën tani është shumë e rëndësishme që të bëj lëvizjet e duhura tani. Pra jo të presi nga qielli, por të bëj lëvizjet. Meri Gjini, faleminderit shumë për kohën dhe vendimin. Paç një 4 ditësh fantastik. Do karikosh energjitë, do tërhiqesh. 2 ditën e parë fshiu. Nuk jam. Fshiu diku. Të hënën nuk kemi pastaj të hënën do na duhet në studio prap. Që të dielën në mëngjes, unë jam sepse kam atë pritjen e fazës tjetër se më ikën Saturni, kështu që do jem gjithë me shumë dashuri të hënën. Ikën Saturni dhe ti vjen në 7:05 të hënën. Vije qeshur. Bukur, faleminderit shumë. Publiku i Demi do të shihemi pas pak.